Përgatitjet para ndeshjes. Dita e madhe kishte ardhur. Luka, kapiteni I skuadrës së shkollës, po përgatitej për ndeshjen kualifikuese për kampionatin e qytetit. Sot duhet të japim më të mirën tonë, Tha Luka teksa bënte ushtrime ngrohëse. ne mund t'i mundim, e di këtë. Fillimi I ndeshjes. Ndeshja filloi me tension. Skuadra kundërshtare ishte e fortë dhe e shpejtë. Në pjesën e parë, ata shënuan një gol, Mos u shqetësoni, ne jemi të fortë. I tha Luka shokëve të skuadrës. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar. Inkurajimet e Anës. Nga anët e fushës, Ana po organizonte tifozët. Le të tregojmë mbështetjen tonë për Lukën dhe skuadrën. Bërtiti ajo. Tifozët filluan të brohorasin dhe të duartrokasin, duke krijuar një atmosferë elektrizuese. Momenti I vështirë. Në minutat e fundit të pjesës së parë, skuadra e Lukës po luftonte fort. Duket sikur gjithçka po shkon keq. Ne duhet të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Tha një lojtar. Fjalimi frymëzues I Lukës. Gjatë pushimit, Luka mbledh skuadrën. Dëgjoni, unë e di që ata janë të fortë, por ne jemi më të bashkuar. Ne luajmë me zemër dhe kjo është forca jonë. Ne do të fitojmë këtë ndeshje. Fjalët e tij ngrohtë dhe të vendosura I dhan shpresë të gjithëve. Kthimi në lojë. Pjesa e dytë e ndeshjes filloi dhe skuadra e Lukës u tregua më e vendosur se kurrë. Ata filluan të luajnë me shumë koordinim dhe energji. Eja, ne mund ta bëjmë këtë. Thiri Luka duke u udhëhequr me shëmbë. Goli I barazimit. Pas disa minutash intensive, Luka bëri një lëvizje të shkëlqyer dhe shënoi një gol. Po, ja dolëm. Bërtitja I ndërsa shokët e skuadrës e rrethonin me gëzim. Tifozët në tribun filluan të duartrokasin dhe të këndojnë. Momenti I fitores. Në minutat e fundit, tensioni në fushë ishte I papërshkrueshëm. Luka me sytë e tij të fokusuar drejt topit mori një pasim të shkëlqyer. Ai dribloi një mbrojtës, pastaj një tjetër. Tifozët u ngritën në këmbë duke mbajtur frymën. Me një lëvizje të shpejtë dhe të saktë, Luka gjuajti topin me të gjithë forcën e tij. Topi fluturoi si një rufen nëpër ajër dhe përfundoi në rrjedhën e portës kundërshtare. Festimi dhe krenaria. Fusha shpërtheu në brohoritje dhe duartrokitje. Lojtarët e skuadrës së Lukës vrapuan drejt tij duke e ngritur në ajër. Ne ja dolëm, ne jemi kampionët. Bërtiti Luka, ndërsa shokët e tij e rrethonin. Ana, me lot gëzimi në sy, brohoriste me tifozët. Ti ja dole Luka, ja dole mban. Përfundimi. Pas ndeshjes, ndërsa skuadra festonte fitoren e tyre të madhe, Luka ndjeu një krenari të thellë. Ai kishte udhëhequr skuadrën e tij drejt fitores, jo vetëm me aftësinë e tij në futboll, por edhe me frymëzimin dhe guximin e tij. Kjo ndeshje na tregoi se me përkushtim, besim dhe bashkëpunim, çdo ëndër bëhet realitet. Tha ai me një buzëqeshje.